Hamdi dhe falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, ndërsa salat dhe selamat e dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik, dhe me gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur vëllezër besimtar, Allahu Azza wa Jall na mundsoi që ta kryjmë një obligim i cili është një nga shtyllat e Islamit, ajo është agjerimi, e përket i takon falënderimi Allahut Azza wa Jall nga fillimi deri në fund. Ne gjatë 29 ditëve të kalume agjerum bashkarisht, falëm namaz bashkarisht, edhe teraviti falëm bashkarisht, hangrëm iftar bashkarisht, shumë punë i banëm bashkarisht, edhe kjo e boni një kuptim shumë qartë se kur besimtari do me kuptu se me Allahun Azza wa Jall do mu konë mirë, që atëherë Allahu Azza wa Jall ja mundson çdo besimtari që me kuptu realitetin se pse realisht ne bashkarisht jena kriju, do të thonë, këtë botë. E ne për gjithë të adhurimit që i kena bërë gjatë 30 ditëve, e lusna Allahin Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të ne kishte pranuar. Dashur vëllezër besimtar, sot mendoj që tema më e adekuate edhe tema më e duhur që mundet me trajtu një hoç mbas një mujt kaq të madhërishëm, mbas një mujt që sot me fol për mërzi është ndalu me sheriatikisht. Sot me fol për diçka që ty ta prish disponimin këtë ditë bajramit, automatikisht ndalohet për Allahut se ne kena fest, se 30 ditë, 29 ditë kena sakrifiku për Allah. Po unë këtë ditë do të flasim me një temë e cila ka të boje çka pas Ramazanit, si mbas Ramazanit, ai i cili dje deri para se me fal, do të thonë namazin e sabahut u mërzit fort për Ramazanin, do ta shohim se a për një më është mërzit apo veç muhabet e ka botë. Sot do të flasim inshallah për ata të cilët e shohin Ramazanin se unë u mërzita se kaloj, ama pse tash mbas Ramazanit e kam mundësien me fitu hala, nuk e kam shumë gajle. Pika e parë dashur besimtar për me kuptu këtë temë që për sot e kemi përzgjedh, është ajeti kuranor ku Allahu Azza wa Jall thot: "Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram." Allahu Azza wa Jall me që këtë ajet kuranor kur na drejtohet thot që çdo sen ka me shku, çdo sen ka mu shkatru, e ka me mbet vetëm fytyra e Zotit ton. Do të mbetet vetëm Allahu Azza wa Jall. O ju musliman, o ju të cilët e doni Allahun Azza wa Jall, që kjo ajet na ban me kuptu se Ramazani shkoj. Edhe kjo është detyra Allahut Azza wa Jall që me sjell një herë në vit Ramazanin, edhe pastaj me marr Ramazanin. Detyra Allahut Azza wa Jall është që edhe ty me ta dhon jetën, edhe detyra Allahut Azza wa Jall është që edhe ty me ta marr jetën. Detyra Allahut Azza wa Jall është që ty me ta dhon një mundësi për mu përmisu, po detyra Allahut Azza wa Jall është që me ta dhon edhe ty një mundësi që mos me mujt ti mu përmisu. Për këtë arsye dashur besimtar, nëse Ramazani neve nuk na e ka bo që ne mu përmisu, atëherë mundësia vështirësohet mbas Ramazanit mu përmisu, ama nuk humbët si mundësi. Allahu Azza wa Jall, edhe nëse nuk ti ka falë gjunat e Ramazan, ku në lusë Allahu për të kundërtën e kësaj që Allahu çdo njarit prej neve t'ja kishte falë gjunat e Ramazan. Edhe nëse nuk na u kanë falë gjunat e Ramazan, pasha Allahu ne kena mundësien apet me na u falë gjunat edhe mbas Ramazanit. E dashur vëllezër besimtar, Ramazani, qëllimin e parë final atë qërshia mbi tort, e kishte një qëllim që çdo njani prej neve mu bot takva. Kur dietarët e kanë komentu se pse Ramazani e ka qëllimin la'allekum tattaqun, që ju mu bot devotshëm, devotshmërinë kur muslimani e merr Ramazan, a di ç'e përkthejnë dietarët më ndryshe. Ramazan çdo njani prej neve arin mu boj devotshëm. Ama kur ti arin mu boj devotshëm, devotshmëria jote ka impakt edhe te shoqëria në përgjithësi. Nuk mund është ti mu ka njëri devotshëm, edhe veprat e tua mu kanë sikur banori xhenemit. Nuk mund është ti që në muajin e Ramazanit me pas fitu xhenetin e Allahut, ndërsa 11 muaj tjerë veprat e tua mu kanë si banori xhenemit. Nuk shkon kjo llogari në dinin e Allahut Azza wa Jall.
E dashur vëllezër besimtar, te çka ajet kuranor që e lexuam, që Allahu Azza wa Jall thot la'allakum tattaqun, është një thënie interesante e dietarëve të moçëm që ta le shenjën tonë. Dietarët kur kanë thënë që Allahu Azza wa Jall ka thënë që me arrit devotshmërinë, Allah nuk ka thënë asnjëherë që në Ramazan lip me agjeru veç devotshmit, por Ramazan ne lip me luftu me arrit devotshmërinë. Ramazani nuk është për ato njerëz që thonë unë jam i devotshëm, edhe tash peshtoj dozën e devotshmërisë. Ramazani është për ata njerëz që e kanë humbur shpresën tek Allahu Azza wa Jall, edhe 29 ditë i kanë mbush bateriat që tash 11 muaj tjerë me taku Allahun Azza wa Jall çdo ditë jetës vet, sikur që ka jetuar Ramazan, me jetu edhe jashtë Ramazanit sikur me qenë Ramazan. E për këtë arsye dashur besimtar, ne kur ndalemi dhe mendojnë ata që sot është një Shawwal, sot kena hyrë muaj të ri, sot mbaroja ju mundësi që ndoshta një vepër e kibot tu kanë shumë fishu me qindra e me miliarda herë. Sot e kena një mundësi tjetër. E kena një mundësi që edhe sot mujna me fitu. Ama sot mujna me fitu, ndoshta një me 7, 70, 700, 7.000, edhe Allahu Azza wa Jall e disa. Do me thonë, mundësia e artë shkoj. I lumi a i cili e shfrytëzoj. I lumi a i cili nuk ke i neglizhume dhe s'ke i shkujdes. Po për edhe atë i cili ka qeni shkujdes, e kina një përgzim pejgamberit alayhi salatu wasalam. A i cili nuk u kujdes shumë për Ramazanin, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, edhe pishman lëku kur i e pishman ti për derisen, edhe nuk e shprej me goj, është një lloj pendimi, edhe ka shpresë edhe për atë i cili nuk e shfrytëzoi Ramazanin maksimum, që Allahu Azza wa Jall mja fat gjunat e tij. E dashur vëllezër besimtar, është një ngjarje në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, për me kuptu në sot halama drejt këtë temë që kina mi trajtu disa pika deri sa të vjene koha për me falë Fitr Bajramin. Ka qenë një gruje në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e cila i ka pa 2 durt e veta me 2 krabza. E dini çka janë krabza? Ato që kepin, edhe që lidhin penin njani me tjetrin. Thot edhe një gruje, natën në errësirë, thot nuk kishte dritë mur me bo një bluzën e vetë. Edhe tu e ke bluzën e vetë, tu e bo bluzën e vetë, e përfundon. Edhe në moment, kur qohet në sabah, e shet që bluzën e vetë se ka bo mirë. Edhe janis me tërheq penin. Kini pa bluzës kur ja tërheq penin, kadale, zbërthejet edhe prishet këtë bluza. Shka i bje që kjo në gjarje në kone pejgamberit alayhi salatu wasalam, dashur besimtar. Nëse ne kena agjeru, i bje që mos të ngref na penin që punët e tona mirëzu. Nëse ne jena pendu, mos të ngref na penin cilin mundet me na i prish veprat e tona. Nëse ne jena pendu edhe kina vepru, mos të veprojnë atë kundër të në asoj që Allah na ka urdhnu. Që kjo ngjarje në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, me që këtë plakën që ka dash me durt e veta me bo diçka, e pastaj edhe me durt e veta e prishi, kjo i vje që çdo musliman me durt e veta mundet me bo shumë punë të mira, ama edhe me durt e veta mundet mi prish shumë punë të veta. Për këtë arsye dashur besimtar, ne sot e mësojna që Ramazani na ka mësu që veprat e tona që i kena bo 29 ditë, mos mi prish me ditën e parë. Allah Azza wa Jall sot shejtanëve u azgjidhi durt. Inshallah nuk na i ka zgjidhur edhe durt e tona për me vepru punë të këqija. Nëse Allah Azza wa Jall sot i ka hap dyert e xhehenemit, inshallah për neve gjithmonë janë mbyllta dyert e xhehenemit. Për këtë arsye dashur besimtar, ne me dyert e tona nuk guxojna me prish atë cilën e ndërtuam 29 ditë. Inshallah nuk kena ndërtu një kull prej letre, prej kartoni që pak me livrit në prishët. E inshallah e kena ndërtu një kull që fortifikatat më të mdoja, fortunat më të mdoja me ardhë, nuk munden as me livrit e leje më mërzu. E dashur vëllezër besimtar, devotshmëria që Allahu Azza wa Jall ne kërkoi neve,
që me arritë në Ramazan, i bje që nëse e përkthejna drejt është me jetu të jashtë Ramazanit, qysh ki jetu e në Ramazan. Nëse në Ramazan nuk e ki thy urdhin e Allahut, se e marrë në një shembull thjesht për ta kuptu, a quhet Ramazan agjërim nëse ne e nis në agjërimin me imsakin edhe e prish në një kindi? Jo valla, të prishet Ramazani. 1 minut para iftarit me hangi me piti e ki prish agjërimin edhe lip me kompenzu qatë ditë edhe mu pendu të Allah Azza wa Jall. Shka i bje që kjo me përkthy drejt? Devotshmëri i bje që ti nëse e ki kuptu në Ramazan se lip mi plotsu punët e tua tamam i bo, kjo i bje që ti në dinin e Allahut ki hi me tu dikomët. Nuk ki hi në dinin e Allahut që pak po hi sot 1 muj musliman, 11 muj shejtan. Nuk e do Allahu Azza wa Jall këtë kategorit njerëzve, edhe asesi nuk e do këtë kategorit besimtarve. Për këtë arsye ne mësojna që devotshmërinë që arritëm, vallahi nuk ka ma krenari se ma arrit njeri devotshmëri. Njerëzit më të mirë që i mba kjo tokë, edhe hatri qtyve njerëzve që në mba kjo tokë, është si rezultat që ka njerëzit devotshëm mesin tonë. E për këtë arsye dashur vëllezër besimtar, ne kuptojna që kjo devotshmëri që arritëm Ramazan, lip me na shërby tan vitin ton deri në Ramazanin tjetër. Inshallah i kena mush batarijat plot e për plot që mos me na lishu bateria rrugës. Mos më bo si ai telefoni që 3 herë, 5 herë, 10 herë në ditë e mbush edhe s'ta ma baterian. Po inshallah janë baterijat e tona që na mbajnë deri ditën që Allahu Azza wa Jall nëse na ka dhënë ymër edhe me mbri edhe një Ramazan tjetër. E dashur vëllezër besimtar, Daudi alayhis salam, një pejgamber i madh i Zotit, i u lut Allahu Azza wa Jall me një lutje shumë interesante. Që si lutje lip me bo baba për të birin e vetë, që si lutje lip me bo dosti për dostin e vetë, që si lutje lip me bo kojshia për kojshien e vetë, që si lutje kina nevoj shpesh her me bo. Davudi alayhis salam i u lutë Allahu Azza wa Jall për djalin e vetë, ku i tha: o Allah, bëje të mirë dhe pranoje nga të mirët djalin tim Sulejmanin. Shumë interesante është lutja, po hala më interesante është që shja kthejti Allahu Azza wa Jall. Këshur në Rabbul Alemini me një ajet kuranor, me një fjalit thjesht, që shja kthen një pejgamberit madh Zotit. Kjo nuk është veç për pejgamberin e madh Zotit, kjo përkthejet totalisht për mua dhe për ty sot. Allahu Azza wa Jall ja kthejti Daud alayhis salam, ku i tha: kina me bot mirë nëse edhe ai është i mirë që shije ti. A dini që shibje kjo dashur besimtar? Allahu Azza wa Jall çdo njonit prej muslimanve që kina dal prej Ramazanit, po na thot drejt: une ka me ta dhon të mirën çdo njonit prej neve nëse ki mu ka një mirë qysh ishe në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Nëse ishe i mirë Ramazan, ishe i vetë përmbajtëm Ramazan, e ullëshe nervozën tonë në Ramazan, e mshelshe telefonin tanë karshi harameve në Ramazan, e adhurojshe Zotin tanë si Ramazan, une ka me të adhon bereqetin, qështë të adhashe Ramazan, une ka me të adhon gjennetin, qështë të adhashe Ramazan. Allah Azza wa Jall që shtu po na garanton se ka me na dhon, ama me një kusht: nëse inat sinqert, qysh ishmi të sinqert në Ramazan. Për këtë arsye dashur besimtar, kjo është ajo duaja që e boni Daudi alayhis salam për të birin e tij. I dashur vëlla, i dashur o haxhi, i dashur edhe ti i ri që ndoshta që kjo ligjërat shumë mirë si te kuptu. A dini shka i bje ai hadithi pejgamberit alayhis salam që tash hin funksion, tash e kuptojna më lehtë, tash ndoshta jena kthjell, tash ndoshta nuk e kena rënë me kuptu. Kur Allah Azza wa Jall nëpërmjet Resulullahit alayhis salam garantoi që çdo nat mundet me na i heqë emrat e ton prej listës xhenemlive edhe me na bo banor xhenetit, a di shka i bje sot tamam që to? Pasha Allahin, pasha Rabbul Aleminin, pasha atë i cili nga ka kriju çdo njonit prej neve. Nëse Allahi neve që tu në xhami na ka pranua xherimin
çdo njëri prej neve jena qëtu në xhami si banor xhennetit. Mes neve edhe xhennetit është veç vdekja jonë. Veç dohet me vdekjen e që Allah i më na dhon xhennetin. A e kuptoni çfarë Zoti kena ne? Për këtë arsye, shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, mas Ramazanit, nuk kishin gajle shumë dunjajës, e kishin veç një gajle. 6 muaj mbas Ramazanit e bani një dua që sot ne, prej sot, lipmjanis me boq këtë dua. O Allah, pranoje prej nesh agjërimin e mujt Ramazanit. Me ta pranu Allah i bje që xhennetin ta ka dhonë. E për këtë arsye dashur besimtar, mos u bani neglizhent tash mbas Ramazanit. Kërkoni Allahut me lutjet e juve që Allah Azza wa Jall çdo njanit e çdo njanës prej neve me na e pranu agjërimin, se kur të pranohet agjërimi përkthehet ndryshe, barazi i bje që xhennetin e ki fitu. E dashur vëllezër besimtar, kisha dash te kjo pikë që kina me tregu një ngjarje që mu shumë vijnë jetën teme. Vallahi edhe juve kam ju vyt shumë jetën e juve. Që kjo ngjarje e një dietarit shqiptar që ka jetue në vitet e 90-ta në Sirinë e sotme, në Damaskin e sotëm. Ai dietar është Abdulkader Arnauti, një prej dietarëve që sot në ditë Bajramit i na t'ja përmend emrin. Nuk ka punë e lehtë me ta përmend emrin njerëzit. Wallahi billahi, nuk të përmenet emri vetë se ti me Allahun Azza wa Jall i ki raportet mas mirti. Ndëgjone që këtë ngjarje të këtij dietarit madh me vesht e zemrës. Mos e ngoni që këtë ngjarje me vesht e kryes t'juve. Një ditë ky dietar i madh shqiptar Abdulkader Arnauti hin shtëpinë e vet në Damask. Edhe e shen nonën e vet tukajt. Edhe i afrohet nonës vet edhe i thot: "Oj nona jeme, pse je tukajt?" Në moment nona vet i thot: "Më ka marrë shumë malli për motrën time." Edhe shehi i nderuar në këtë rast nuk ban kur gjo, vetë se i thot nonës vet, thot: "Oj nona jeme, ka me shkune për një seminar 3-4 ditë, kthena inshallah. Ka me shku me marë dije dikun." Djetartë janë të etur vazdijes. Edhe shehi Abdulkader Arnauti shkon vendlindjen e vetë, kthehet në Kosovën e dashur. Realisht shkon në Prishtinë. Edhe shkon te tezja vetë, te motra e nonës vetë. Edhe kur hyn aty, gëzohen, do të thonë djemte tezës vetë, thot: "Unë kam nejt te ju një natë me një kusht." Thot: "Çka është kushti?" Thot: "Kushti është nëse ju ma lini nonën e juve me ardhë me mund Damask." Edhe këto ja pranojnë kushtin, i thojnë: "Merre nonën tonë." Qëndron një natë Abdulkader Arnauti, Allah i na bashkon xhennetet e tij me atë, edhe shkthehet në Damask. Kur kthehet në Damask, hyn në shtëpinë e vet, edhe nonës vet ja tregon se që tezën ta pruna motrën tane, erdh motra jote. Edhe kur nonës ja plotson një dëshirë, në qatë gëzimin e madh, nona e ban një dua. Mbane me ndashur besimtar, nga duat e vetme që si refuzon Allahu Azza wa Jall në momentin e parë pranon, është duaja e prindit kur e ban për evladin e vet. Duan cilën e ban nana vet për djalin e vet, për dietarin e madh, i thot: "Allahu e boft që emri jot kur mos harohet." O ju musliman, o ju cilët e doni Allahun Azza wa Jall, mos me tu haru emri, punën më të madhe e ban jetën tane. Ama ka dallim, mos me tu haru emri për të keqe, edhe ka dallim mos me tu haru emri për të mirë. Abdulkader Arnauti, dietari kohës tonë, nuk i harrohet emri se në qindra libret hadithave transmetohet dhe komentohet emri i tij. Ai ka punu shumë me sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe kjo ja boni atij që duaja e nonës vetë mu pranu, edhe emri ati sot në xhamin e Seravës, në xhamin e Haxhi Muhidinit mu përmend ditën e Bajramit. E kuptoni dashur besimtar se kur ti e kupton Ramazanin se emri jot mundet mos mu haru asnjëherë,
ama nuk është shumë me rëndësi emri jot, mos mu harun këtë botë. Shumë është me rëndësi emri jot, mos mu haru asnjëherë regjistrin e melauçeve. Për këtë arsye, ta shtrëngojna Izarin, ta shtrëngojna Kaishin edhe pas Ramazanit. Me bo punë tona që mos me na u haru emri jon. E dashtë Allahu që emri im, emri juve, asnjëherë mos harohet veç për veprat mira, ja Rabbi. E dashur vëllezër besimtar, Allahu Azza wa Jall kur na mëson për jetën, Allahu Azza wa Jall disa ajete kuranore kur drejtohet për jetën, qëllimin e ka për jetën e ahiretit. Se jetën e kësaj bote e dini çka ka përshkruajt Allahu Azza wa Jall. Në shumë ajete kuranore e ka përshkruajt wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Jeta e kësaj bote është veç një përjetim. Jeta e kësaj bote është veç kaluse. Dhe jeta e kësaj bote është një qëndres që e fiton xhenetin dhe shkon te Allahu Azza wa Jall. Jeta e ahiretit është ajo jetë që ne lim me punu. I mençur shumë është ai njeri. I mençur shumë është ai musliman që nuk e haron Allahun Azza wa Jall për ta ndërtu jetën e pafundme. Jetën e ahiretit që e ka fillimin e vet, edhe kur se ka mbarimin e vet. Për këtë arsye dashur besimtar, ne sot jena në ditë gëzimi, po ne edhe në ditë gëzimi e kujtojnë Allahun Azza wa Jall dhe jena falenderues që na e ka mundsuar Allahu Azza wa Jall që me mujt me punu për jetën e pafundme që dashte apo s'dashte çdo njeri prej neve atje një ditë kena me shku. Është edhe një ngjarje tjetër që ndërlidhet edhe që këngjarje prej nesër mundet me një funksion. Se sot e keni stërbush xhamia. Edhe elhamdulillah që i mbushni safat e shtëpisë të Allahit. Allah Azza wa Jall, as një xhami mos e lash me safat zbrast, ja Rabbi. Një djalë i ri, mbas Ramazanit, disa ditë, vjen me një xhami edhe e sheh një plak edhe disa xhamatli, 10-15 xhamatli. Edhe ky i riu shkon i thot, ky djali i ri shkon i thot haxhijes, o haxhi, ku janë ben o haxhi, ku janë ben xhamati i teravive. Edhe haxhia, që në haxhilerët e tonë janë njerëz shumë të mëdhenj. Ndoshta haxhilerët e tonë nuk kanë lexuar shumë. Ndoshta se kanë dijen tonë. Vetë haxhilerët e kanë fitu dinarin halal, e kanë dasht Allahin, harami se kanë dasht, Allah i ta jep mençurinë e dietarëve. Edhe në moment, ky haxhia i ja kthen me një përgjigje që fort dhem zemër, vallahi. E di qatë shumë dhem sa, ndoshta që kjo dhimt, sot ka me nashnu shpak. Haxhia i thot, ata që për Zot e kishin Ramazanin, thot, ata shkun, ata cilët e besojnë Allahun, se ishte Zoti Ramazanit, që tu në xhamiki. O ju musliman, Allahu Azza wa Jall nuk mbaron me mbarimin e Ramazanit. Allahu Azza wa Jall është po i njëjti me mëshirën e vet, edhe mbas Ramazanit. Allahu Azza wa Jall kërkon prej neve që edhe mas Ramazanit ne mi mu xhamiat. Allahu Azza wa Jall kërkon prej neve që namaz sabajt mi stërmbush xhamiat. Nuk vjen suksesi i muslimanve asnjëherë përderisa nuk kena xhamat, qysh kena në xhuma namaz sabajt. Nëse e dojna suksesin e jetës tonë, nëse e dojna suksesin e Allahut Azza wa Jall, prej sot në këtë ditë bajramit, përbetoju Allahut, përbetoju në vetën tane që kemi thënë, o Allah, nga që kjo ngjarje e qiti djali 3 me që këtë plakin ta ja besën, prej sot ndoshta ditë për ditë s'ka me mujtë, ama s'paku njoft 80% javës namaz sabajt në xhami ka me dalë. Jepja besën Allahut, jepja besën Allahut nëse jetu dasht me dëshmu se Allahu Azza wa Jall agjerimin ta ka pranu. Jepja besën Allahut nëse i e burr me shumë rrëja, nëse i e burr që i thua Allahut Azza wa Jall, sot në ditë bajramit që shejtant janë liru, unë në ditën e parë shejtanit kamën kam ja thy. Kam ja dhënë besën Allahut që prej sot
namazin me xhamat, s'ka me këshirë që dashta apo s'dashta, po kam ja bo obligim vetës që ditë për ditë në xhami ka me ardhë. E dashur vëllezër besimtar, shumë njerëz janë të famshëm në tokë që e nje krejt dunjaja, ama në qiell, te melaçët edhe te Rabbul Alemini janë zero të njohshëm. Ramazani na ka mësu që ne dojna më kanë të njohshëm te Allahu Azza wa Jall. Ne gajle se kina ana një xhamati, ana një ummeti as na një. Ne gajle e kina me na njoft libri, regjistri i Allahut Azza wa Jall. E për këtë arsye, nëse e kuptojna se Ramazani na e ka forcu emrin ton, na e ka shtu autoritetin ton, na e ka shtu famën ton, se me ta shtu Allahu Azza wa Jall famën ditë gjykimit, i bie që emri jot është përmend prej Allahut Azza wa Jall tek veshte me laçeve, dhe e kanë dëgju me laçet dhe janë urdhnu me ndëgju emrin tan, edhe me dash të emrin tan, e me dash ty, e kjo i bie që ti e ki arrit autoritetin te me laçet. E nëse e ki arrit autoritetin te me laçet, vdekja veç ato do prej xhenetit të Allahut Azza wa Jall. E dashur vëllezër besimtar, ne sot tash libni avoni pyetje vetës sinqerisht, çka mbas Ramazanit? Çka mbas Ramazanit? Shkoj Ramazani, elhamdulillah që e shijum Ramazanin. O Allah, na i mundësot që edhe qindra Ramazane tjerë me arit. E nëse nuk i arina as Ramazanin tjetër, dashtë Allahu që ki Ramazan të na e kështë shënu emrin ton listën e xhenetlive. E dashur vëllezër besimtar, kur e lexojshmi ne hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, që në Ramazan janë qelë dyrët e xhenetit, janë mshel dyrët e xhenemit, edhe janë prangos shejtant. Ne sot që këtë hadith e lajna, prej qëti hadithit veç një mësime nëzirna. Mësimin cilën e nëzirna prej qëti hadithit është që Ramazani ata ka drejtu rrugën drejt xhenetit. A disa është interesant me kuptu një sen, për me dasht me shku me një vend caktum, e ki navigacionin, e qenë telefonin në Google Maps, e kërkon filan vendin, shkon filan vendin, edhe ta tregon 2-3 opcione prej ka munesh me shku. Për me dasht me shku në xhennet, veç dini Allahut, Kurani, Sunneti, Ixhmaja, fjalët e dietarëve ta tregojnë rrugën drejt xhennetit. E neve, elhamdulillah, Ramazani na ka kthy ka kibla. Ramazani na ka kthy ka ajo që Allahu Azza wa Jall është i kënaqur, prej neve kërkohet që veç me rrugtun këtë rrugë që në ditën e fundit jetës tonë ta thojna fjalën e fundit me shahadet, edhe ta dina që Allahu Azza wa Jall na ka drejtu xhenazën tonë, trupin tonë për ku? Për xhenetin e Allahut Azza wa Jall. E dashur vëllezër besimtar, kjo ishte ajo pika që ndoshta ne e kuptojmë më ndryshe. Tash fillojmë mi tregu pak më detajisht disa sene që koha shkon qatë shpejt që vallaj metin o gjallar të herë pikat e para. Unë kësha dash shkurtimisht disa pika mi tregu që për me kuptu kështu sinqerisht, drejt me kuptu. E para është, mbas Ramazanit, çdo njani prej neve lip me pa qëndrueshmëri në adhurime. Kështu në shka thotë Allahu Azza wa Jall, wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yakin. Adhuroje Zotin tanë deri sa të vende bindja, ajo bindje që kur të vjene, ajo përkthehet në vdekjen tane. Adhuroje Allahun Azza wa Jall deri në ditën që të vjen vdekja jote, se nuk mbaroj Allahu Azza wa Jall me shkuarjen e Ramazanit. E dyta, pranimi edhe refuzimi. Dashur vëllezër besimtar, i bën batali një dietar i madh për çket pikë që e përmendëm, pranimi edhe refuzimi, i bie që treguesi që e tregon për pranimin e një adhurimi është që ai me domosdoshmëri lip me vazhdu edhe mbas tij. Për shembull, çdo njeri që tu jena të interesuar me ditën e meselës sot, nuk besoj që ai i cili ka pak sinqeritet në veten e vet edhe në zemrën e vet, nuk do me ditë që këtë pyetje edhe që këtë përgjigje. A të intereson o haxhi, o ti xhamatli, ata ka pranuar Allahu Azza wa Jalla xherimin. Wallahi billahi, et Allahi, që kja jetë kuranor ta ban me kuptu 100%, atu ka pranua xherimi 100% Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall thot: wa habbaba ilaykumul imana wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allahu Azza wa Jall thot: a ja keni nis me dasht punën e mirë ma shumë,
Aja ki nis me dash namazin xhami ma shumë? Aja ka nis me të ardhë gërdi pi gjunajve? Aja ka nis me të ardhë gërdi prej mosbesimit edhe punëve të këqija? Nëse ja ki nis me dash punët e mira ma shumë, i ti bo me shumë qef, nuk i ti bo pizori, nuk i ti bo që e falja namazin mu rahatu prej namazi, po e falja namazin mu rahatu në namaz. Nëse ja ki nis me gjithë qef me ardhë në xhami, me gjithë qef me ndimu dikujt, që kjo është ai treguesi kryesor që ta tregon sot që ti me Ramazanin i ki punë shumë mirë. Ramazani ka shku te Allahu dhe ka dëshmu për ty shumë mirë. E nëse mbas Ramazanit dëvështirësohet edhe hiç si tu dash me fal namazin, një pikpyetje e madhe është te Allahu se çaj Ramazan a ka me dëshmu për të mirën tënde te Allahu Azza wa Jall. E dashur vëllezër besimtar, e treta është zemra jote nuk lip më kanë shumë rahat. Vallahi këtë e tham me një përgjithësi të madhe para Allahut Azza wa Jall, duke u bazuar në ajetet kuranore që edhe gruaja e pejgamberit alayhis salatu wasalam, Aisha radiallahu anha, nuk ishte rahat për çti ajeti. Allahu Azza wa Jall thot: dhe që kur ata japin zeqatin, ose me një ajet tjetër Allahu Azza wa Jall thot: kur japin ata që japin, në këtë rast është për sadakajën, zemrat e tyre i kanë plot frikë. Ne sot ina shumë rahat. Ne ina rahat edhe mendojna që Allah Azza wa Jall çdo namazin ton, çdo zeqatin ton, sadakajën ton, agjërimin ton, 100% e kanë pranuar. Por që këta jetë kuranor, shkoj gruja pejgamberit alayhis salatu wasalam te Resulullah alayhis salatu wasalam dhe i tha: ja Rasulullah, që kjo jetë kuranor a është për ato musliman që bojnë zina e vjedhina? Jo, tha që kjo jetë kuranor është për ata të cilët falin namaz, japin zeqat, japin sadaka, adhurojnë Allahun edhe tutën shumë. A di pse tutmi ne? Se mos mu pas tut dashur besimtar, ne si shmilut të Allah Azza wa Jall, që Allah me ne i pranu veprat tona. Allah e kalon që zemra e besimtarit mu tut për një qëllim që me kërku prej Allahut që të adhurim që e ki bo. Qatë, para me ndone, me kuptu ma drejt këtë meseli, i vjetë që kur falë është ti namaz, ose kur jep ti zeqat, ose kur jep sadaka, kur jep dikujt, ki qeft, bot pak zemra mal, me ta përmenaj, me thonë, falimderit që ma dhave. Ose për shembull, kur falesh namaz sabahit, edhe të shedën i xhamatli, edhe ditë për ditë thot, mashallah, ditë për ditë po falesh, ti që tu pak të livrit e keni bë, të livrit, Allah Azza wa Jall e ka bo. Me pastru që ketë syefatësi, edhe që ketë munafiklëk që mundet me të ardhë prej shejtanit, Allah Azza wa Jall prej çdo njanit prej neve kërkon vazhdimisht me bo dua që mu pranu veprat e tona. E katërta, pejgamberi alayhis salatu wasalam po thot: mos u ban si filani. Transmetohet prej Abdullah ibn Amrit se Muhamedi alayhis salatu wasalam ka thonë: mos u ban si filani i cili ngrihej, u çonte për namaznate e më pas e braktisjat e la namazin e natës. 90 natën e fundit i stërmbushmi xhamiat edhe për teravia edhe për namaznate. Pejgamberi alayhis salatu wasalam sikur me pas ditë që ka më ardhë një kohë që ne kina mi stëmbu xhamiat, ama masanena deri Ramazanin e ardhshëm asë njëherë nuk falë në namaznate. Pejgamberi alayhis salatu wasalam po thot: mos u ban si filani i cili falte namaznate e masani e braktisjat. Qysh mujna me përkthine që këtë hadith pejgamberit alayhis salatu wasalam për sot ne jetojna, jeta vazhdon, Ramazani shkoja ma ne jetojna, Ramazani shkoja ma Allahu Azza wa Jall, ende është ai i cili ishte në Ramazan. Qysh mujna me përkthit çket? Kjo i bje që mos u ban si filani i cili e boni një hat me Ramazan, ama 11 muj tjera 10 faqe Kur'an si lexon. Mos u ban si filani i cili u falte 5 kohë namaz në xhami në Ramazan, a jashtë Ramazanit, jashtë xhumas, syt si jashtë në xhami. Mos u ban si filani i cili jepte sadaka në Ramazan, e jashtë Ramazanit i refuzon fukarat me ashpërsin më të madhe. Mos u ban si filani i cili kur e ndihmon të dikan Ramazan ju gëzon të zemra, ndërsa jashtë Ramazanit kur e ndihmon dikan i prishet zemra. Mos u ban si kur që ki filani. E këto janë ato mesazhet që pejgamberi alayhis salatu wasalam na jep vazhdimisht, na jep ditë për ditë, që jeta jonë me qenë kompletume para Allahut Azza wa Jall. E dashur vëllezër besimtar,
Çka na mësoi Ramazani? Për shembull, ne mujna me kuptu një sen interesant. Ramazani, çdo njanit prej neve, ja kalon një emanet. Ai i cili e tradhton emanetin e Ramazanit, ai është tradhtari i Ramazanit. A dini cili është amaneti i Ramazanit për çdo njanin prej neve? Mi jam thonë këtu troç. Ramazani, çdo njanit prej neve, natën e fundit, i ka thonë sinqerisht. I ka thonë deri në Ramazanin e ardhshëm, po talani punë. Edhe po talani amanet. Amaneti i Ramazanit për çdo njanin prej neve është zgjedhë një punë. Cilën do punë? Cilën dush vepër tënën? Cilën dush cilësi tënën? Për shembull, i e tip që shan vazhdimisht. I e tip që nervozohet shpejt. I e tip që nuk ju jep selam kujshive. I e tip që ki bodo pun të këqia. Krejt bojna pun të këqia. Krejt bojna gjunohe. Nuk ina me lache. Amaneti Ramazanit është që zgjedhe cilën dush punë. Një vepër tonën, një cilësi tonën, edhe jetë ma fjallën, që qëke cilësi gjatë 11 mujve të keqe që e ki veç njënën, ndryshoje e kur të viju në apet, mos ta kish të cilësi që të më takojsh që ta fitoj shpërbimin e Allahut. Sot, meselja e dytë, të parën e thamë, e dyta është që me kuptu çdo njani prej neve që shumë sinqerisht prej sot, përveç i krahat, edhe nëse i e gojen e kitë pisaft me të shajt me epja besën Ramazanit, edhe epja besën Allahut që deri në Ramazanin e ardhshëm kur s'ki me shajt. Nëse nuk ju jep selam kujshive, banu prej atyre i cili edhe nëse i idhnu me naj kujshi, jepi selam. Nëse me dikan i ki pun të keq, jepja besën Ramazanit që shkoj të Allahu Azza wa Jall që unë e kam e ndryshu edhe në Ramazanin e ardhshëm, o ti misafiri Allahut kur të vish, nuk kime më gjetë me qatë cilësi që më gjete këtë Ramazan që ishim. E dashur vëllezër besimtar, Ramazani atë ka mësu, sinqerisht, ama sinqerisht, të bosh i sinqert. A dini kur bot njeri i sinqert? Në dy raste. Nja kur është në gjumë, edhe qohët i jerëm, vete shka dush të kallëzon, edhe e dyta, kur i qonë durt, edhe i kallëzon Allahut Azza wa Jall. E unë përja ushtoj edhe një cilësi tjetër. E treta është mi fol vetës. Banu i sinqert. Atë ka ndryshu Ramazani që mos mu lishu shumë mas dunjajës, po shumë mu lishu mas ahiretit. Për shembull, shka banëm në Ramazan, ketë punë të drejtojshmi që me hangi iftarin bashkarish me familjen. Krejt punë të drejtojshmi që mos me na ik namazi natës, mos me na ik namazi të ravive. Ramazani na mësoj që pak ma tepër ka ahireti, pak ma tepër. Mos u fokuso shumë këtu. Këtu kina me ka vërci se jeta e kësaj bote është sikur 1000 kilometra. 999 janë në ahiret, e kilometri i parë është në dunja. Nuk është fort i mençëm çaj njeri që ketë investimin e jetës vet e jep të çki kilometri i parë. Po i mençëm është ai besimtar i cili punon vazhdimisht për me ndërtu xhenetin e vet, hala para se me shku te xheneti vet. E dashur vëllezër besimtar, atë ka mësuar Ramazani. Atë ka mësuar Ramazani që do gjunohe që janë të ta zonë frymën. Për shembull, telefoni jon shpesh herë me ze frymën. Telefoni jon bëhet shpesh herë shkaktar që ne me sytë tonë këshyr në haram, edhe në momentin kur këshyr në haram, Allahu Azza wa Jall ne ze bereqetin, ne hub bereqetin. Kur këshyr në haram, edhe kur bojna diçka haram, dzijët fryma. Vallahi, me të ngjit dikush për fyti, edhe me të kap për fyti, me kitë takatin tanë sa kije e largon, me fuk. A du dosh me ta marrë shpirtin. E ta dini dashur besimtar, shpirtin e imanit tanë çdo ditë ato ta zonë gjunohi jot. Për këtë arsye, pak ma tepër t'i japna fuqi që këtë shejtanin e çdo gjunoh që të na zonë frymën, t'ju mshojna pak ma fort. Edhe jashtë Ramazanit. Le të jetë kjo shkolla që Ramazani na mësoi që mëkatit, gjunohit, qasaj që otu na e zonë frimën ditë për ditë, mi a hek litarin edhe me mujt mu liru edhe me marë frimarje, malet, imani edhe besimi jonë. E dashur vëllezër besimtar, Ramazani, ana ka mësu për shembull, me pa disa prioritete ma tepër. E para, çdo njani prej juve që tu qeni,
Në përjashtim fëmijët që janë më të vogli, shumica prej juve punoni, çonin 8 në sabah, deri 5 ditës, dikush bile ma 2 puna, për çka? Për çka ba? Për me ushqy familjen e vet. Edhe kjo është një punë shumë e mirë. Allah i shpërbleft këtë ata të cilët mundohen për me fitu dinarin halal. Ama çdo njeri prioritete ka një jetë. E para parat, e dyta kerrat, e treta shtëpia, e katërta familja. Ramazani na mësoi neve që prioritet shumë të madh kush lip me pat? Prioritet të madh lip me pat shumë namazi jot. Prioritet të madh lip me pat bamirësia ka që babës edhe nanës. Prioritet lip me patën respektimi i njerëzve. Do të thonë prioritete që me mujt me mësu çdo njëri prej neve se qysh ne me mujt mi rëndit prioritetet e tona në jetën tonë. E dashur vëllezër besimtar, Ramazani na ka mësu që këtë pikë mas mirti. Jashta këtë pikave që i thamë që këtë pikë na ka mësu mas mirti. Atë ka mësu Ramazani se në fejlit me hy komplet. Vallahi, billahi, tallahi, po përvetona në Allah Azza wa Jall 3 herë. Nuk është fort musliman i mirë ai i cili një muj Ramazan është me laçe, ama 11 muj tjera është ushtari i shejtanit. Vallahi nuk ka musliman shumë i mirë çaj i cili një muj Ramazan në saft pare shofna, non stop, që tu në saft pare, me neve o gjallarëve. Ama 11 muj tjera vepra t'i ka si kur banori gjenevit. Dishka qëtu sa t'u shku. Dikon qëtu janë pëkut kablot. Nuk a t'u dalë një farë drite. Lip një gjitë mirë kablat dashur besimtar. Allahu Azza wa Jall thot në një ajet kuranor: udkhulu fi silmi kafa. Hynin fej komplet. A ka hy dënjani për juve qëtu në xhami, njënën ka me ka qëtu në xhami, njënën ka me ka të shtëpia vet. A ka dënjani qëtu? Jo vallahi, çdo njëri për juve qëtu jeni me tu dikant. Çdo njëri për juve qëtu jeni me tu dikant qëtu në xhami jeni. E për këtë arsye dashur besimtar, Allahu Azza wa Jall në Ramazanin na mësoi që ne një muj musliman e mas 11 mujve lip me qenë halam atej për musliman. E dashur vëllezër besimtar, a ke arrit Ramazan me kuptu se kush do mas shumti? A keni arrit? Në Ramazan a keni arrit me ditë se kush do mas shumti njëtë? Për shembull, mendoni një bab e ka fëmijën e vet në dorë, e ma fëmijën e vet. Baba e do fëmijën mas shumti pikete. Edhe është u efte do shkallë baba me fëmijën. Edhe në moment i rëshet kama babës. Edhe rëzohet. Kur rëzohet baba, për kanë kujdeset mas shumti? A për fëmijën, a për vetën? Për kanë kujdeset? Për fëmijën. Mos të vratë fëmija. Shka i bje kjo? Kjo i bje që Allah, dhe më thonë, baba e do shumë fëmijën e vetë. Edhe nana normal, e do shumë fëmijën e vetë. E kush do ma shumë se nana jote, baba jote? Ramazani na mësoi që ma shumë se nana jeme edhe baba jem që është prezent në xhami, mdo Zoti jem. Për këtë arsye dashur besimtar, nëse Zoti ju do që ka të shumë, duni edhe ju Zotin e juve. E dashur vëllezër besimtar, edhe 2 pika të fundit edhe inshallah e përfundojmë këtë ligjëratë dhe pastaj kena namazin e Bajramit. A e keni kuptuar Ramazan se asnjë sen nuk ka e jotja. Për shembull, kena marrë një ngjarje shumë thjesht, që çdo njeri e kupton shumë lehtë. Shkon me bleni kerr. Çdo njëri prej neve punon me mbledh do pare me bleni kerr. Elhamdulillah që Allahu Azza wa Jall na e ka lehtësuar. Shkon me bleni kerr, edhe e pazarit kerrin, çekaç, dakordosh edhe e blen kerrin. Elhamdulillah, Allah i ta ka mundsuar me blen kerrin. Edhe shkoni te notari. Kur shkoni te notari, shkoni në notar, edhe çka bani? Thu, bani marrëveshje për me ta qit emrin për mi ty, apo? Do thonë, e ka për shembull filani Hysen emrin, ja qet Hasanit kerrin, ne mot Hasanit. Edhe masi ta qet do të thonë kerrin emrin tan, ti e parët, tu faleminderit, Allah i shpërbleft. Ama sa je e parët, ai ta bën një pyetje. Edhe thot, ku kemi shku me këtë kerr? Ço dy, shka tani ti ku shkoj me kerrin tëm? Sa kilometra kemi bu me këtë kerr? Pyetje e çuditshme, apo? Mos shko ka çke udha se çkne e kanë bënë sudar, di? S'kam qef me shku me këtë kerr ka çke udha. Pyetje e çuditshme, apo? Allahu Azza wa Jall me një ajet kuranor thot: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allahu tjena edhe të Allahu kina më këthi. Shumë musliman që këtë ajet kuranor e kuptojnë veç kur vdes dikush. Kjo ajet kuranor a di që përkthejnë djetarët. Sidomos Ibn Qayyimi, dhe që ka thot? Ibn Qayyimi për që këtë ajet kuranor thot edhe që këtë teshën tane, që të teshat e bukrat që i kivesh në Bajram, që ftyrat janë t'ju shkollqy, ftyrën e juve, as që të teshat që janë t'juvet. Dhe më thonë që shdo seni për këtë Allahu të zëvëgjel. Ne hajna buk
për me na majt trupin kam që me adhuru Allahun. Ne pina ujë që mos me na u tha fyti, që mos me mujt me përmend Allahun, po pina ujë me përmend Allahun. Ne bojna gjumë që kur qomin sabah me adhuru Allahun. Ne kitë pun t'i bojna për me adhuru Allahun Azza wa Jall. E dashur vëllezër besimtar, pika e fundit që dua ta foli me juve sot është që mbas Ramazanit, a dini pse ndryshojnë shumë njerëzi? Që kjo meselja e fundit e kam lënë që ketë për pikë të fundit me juve me diskutuar edhe pse ka që kjo tema me fol deri namaz xumas, ju tregu ders për këtë meselë, po që kjo pika e fundit fol që shto. A di pse njerëzit kur dalin për Ramazanit ndryshojnë totalisht? Ama totalisht. Zgjidhen. Zgjidhen shejtant, ama zgjidhen edhe do njerëzit shejtan. Allahu Azza wa Jall çdo njanit prej neve na ka kriju egon. A ka dhe një njëri qëtu pa ego, pa karakter, edhe pa atë krenarien e vetë? A ka dhe një? Thoje, ne të më shajnë ketë, ne të pështin ketë musmani. Jo, Allah, me të këshyrë shtrem të potanine, jo nëjse tjetër. Do më thonë, gjdo njani prej neve kina ego. Ego jonë, karakteri jonë që e kina, kur dali jashtë Ramazanit zgjidhët shejtani. Kur bashkohet ego, krenaria e njerit, edhe shejtani, pasha Allahun edhe shejtanit i ashkoj vepra. Për këtë arsye dashur besimtar, Ramazani na mësoi që shejtanit mja bo sa ma larg. Iki, sa ma larg. Sa ma larg meje, ama jo larg meje me muhabet. Se nuk është serios ai i cili veç muhabet e ka e ndryshimi Ramazan. Po serios ai i cili, do të thonë, me veprat e veta e ka ndryshuar veten e vet në Ramazan, edhe i fundit është hadithi përgëzues që du me përgëzues çdo njani për juve që to. Në ditën e gjykimit, kur qëndrojna para Allahut Azza wa Jall, se hoxhallarët kur e përmendin shumë ditën e gjykimit, xhamatit ju ka bo, apo dita e gjykimit. Unë sot po du m'ja u thonë një sen, veç me qëndru para Allahut Azza wa Jall, më kanë i ri prej tutës të madhe të Allahut ki mu zbardh. Kina me qëndru para Allahut Azza wa Jall, edhe çdo njani prej neve që tu e ka shajt dikan. Çdo njani prej neve që tu ka bo gibet dikan. Çdo njani prej neve që tu në shtëpinë e vet ka shpif për dikan. S'mundet me thonë, se me bu me pa dhe një vlaje që të në gjami, ja kësha puth edhe durët edhe komët edhe ballin. Dhe thonë, gjdo një njëri, Allah Azza wa Jall ka thonë Kur'an, ve khuliqa l-insana dhaifa, e ka kriju njërin e dot. Edhe ina para Allah Azza wa Jall, edhe para ato njerëzi që ki komentu, ki sha, i mshef mas profilave të rrënjshëm, i ki bo do gjeste që si takon një besimtarit, ki bo gibet për dikan, e në ditën e gjykimit vinë ato njerëzi që ta marrin hakin. Ta marrin namazin, ta marrin zeqatin, ti marrin këtë punë të tua, pagajle, transfer, ose mjep se vapët, ose ti jap gjunohën, që shtu shkona e meselet Allah Azza wa Jall. Edhe në moment dashur besimtar, para me done që këtë, ti marrin këtë se vapët e tua, edhe në fund mejt vetëm agjerimi. Edhe në këtë rast, Allah Azza wa Jall ju thot krejt se vapët merjani, ama agjerimin zguzonim ja prejk. Kush ka hala hak, let vjene të unë ja paguj hakin. Për këtë arsye, o ju agjerus, që agjerut para Allah, Allah Azza wa Jall ja u pranoft agjerimin, ja Rabbi, kullu amin, wa antum bi khajr, që shtojke pejgamberi a.s. Të dhe thonë, u pranofshin veprat e tona, gjdo vit që e kena ne, edhe sa për kujtim, për gjdo njani për neve, se si falet namazi bajramit, në reqatin e parë, kur marrë në tekbir, Allahu Akbar, imami e lexon subhaneke, edhe pastaj merr tekbir edhe 3 herë, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, e lexon surën Fatiha edhe një surën bas, shkon ruku sejdë edhe kthehet në rekatin e dytë. Rekatin e dytë e lexon elhamdulillah, pastaj një surë tjetër, para se me shkon ruku, i merr 3 tekbire, tekbirin e 4 shkon ruku, edhe pastaj me këtë formë ne përfundojna, do të thonë, namazin e bajramit. Unë lutem Allahun Azza wa Jall që çdo njani për neve Allahu Azza wa Jall ta ketë pastru prej gjunave. E lutem Allahun Azza wa Jall që me një sy të mirë po ju shoh që Allahu Azza wa Jall çdo njani t'ju ka shndryt fytyrat. E sot gëzoni sa më shumë njerëzit, sepse sot kena fest, Allahu Azza wa Jall na bashkov gjithmonë të mira në hajër. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.